Qysh nuk pe din këta njerëz që janë edhe në pushtet, po edhe qytetarët që këtu nuk, se themi, nuk do naj filozofi të madhe, nuk do naj shkollë të madhe, me ditë që atje janë ty të gjyku njerëz të cilët janë komplet që kjo histori e re e Kosovës, që u kanë me gjenerata edhe para jush, po që i kanë pri edhe që bënën luftën që u konsideru që lufta gojërile ma e pastër në botë, edhe që deri në shpallet e pavarësisë, e shtetë ndërtimit, edhe sot me thonë nuk po kuptohet që kja. Ose sot me pretendu dikush që po dënohet Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi edhe disa individ atje, kur realiteti po shihet që nuk është tendenca e një individi aty. Qysh mundën me ka njerëz në pushtet, qysh mundën me ka qytetarë që ka pa dishëm, ose që ka që ignorant,